siç edhe thash, jemi tek kapitulli 28, domethënë që është kapitulli i fundit i Mateut. Dhe po ta vini re, janë vetëm 3 vargje. Çfarë do të thotë kur janë 3 vargje? Bravo. Jo, doja pak jo në mënyrë sipërfaqësore përgjigja ti. Po që do të thotë që mesazhi është i shkurtër, sepse zakonisht, domethënë të dielave zgjatet pak, por sot kam zgjedhur vetëm 3 vargje në mënyrë të tillë që juve të mos lodheni. Por nuk ju siguroj që është shkurt, e kupton? Kjo është ideja. Ndërkohë, motra Alona do më ndihmoj me gjysmë gotë ujë, faleminderit. Dhe është, domethënë, këto janë 3 vargjet e fundit. Në fakt unë thash ujë, ti s'ka problem, mirë. Gjithmonë ke të drejtë. Domethënë janë 3 vargjet e fundit të, po themi, gjithë librit, domethënë gjithë Ungjillit të Mateut. Dhe po i lexoj si fillim këto vargje dhe pastaj do të fillojmë me pjesën. Thotë këtë gjë: pastaj Jezusi u afrua dhe u tha atyre, dhe u foli atyre duke thënë: mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit edhe të Frymës së Shenjtë. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Shpeshherë si e titullojmë ne këtë pjesë? Ose si e kemi titulluar zakonisht, është përdorur shumë kjo pjesë. Si? Po, jo, urdhërimi i madh është tjetër. Se urdhërimi i madh është dashuria. Domethënë shpeshherë neve kemi thënë ky është mandati. Domethënë e kemi lexuar disa herë dhe themi është ajo që po themi Krishti u la dishepujve, edhe me të vërtet mund të ketë një kuptim të tillë, që është, domethënë është një mandat ose një, po themi, fjalë që Krishti përpara se të largohej do t'u thotë disa gjëra dishepujve të vet. Po në fakt, nga që mund të jetë përdorur shpeshherë termi mandat, unë e kam quajtur porosi. Ose jo sugjerim, se sugjerimi është po deshe bëje, po deshe mos e bëj. Porosia është sinonim me mandatin, por themi porosi. Dhe them që e kam quajtur porosi sepse është njësoj, po të mbajmë mend disa ngjarje që ndodhin në Ungjillin e Mateut. Kemi për shembull një shembull që Jezusi jep, kur ai Zoti i shtëpisë largohet dhe u thot shërbëtorëve, atyre krye shërbëtorëve, sa ashtu kishte atëherë, u thot atyre që të bëjnë punë të shtëpisë, të vazhdojnë të bëjnë gjërat e shtëpisë, edhe pse i Zoti i shtëpisë nuk do të jetë aty. Dhe na thuhet që disa nga shërbëtorët në një rast ata bën ato porosi që pronari u la, kurse disa të tjerë nuk bën ato porosi dhe pastaj morën shpërblimin, po themi, që kur u kthye pronari tha: çka ka bërë njëri dhe çka ka bërë tjetri. Pra, pronari lë porosi sipas këtij shembulli tek shërbëtorët e vet. Apo tjetra, për shembull, tek ajo shëmbëltyra e talenteve, nëse ju kujtohet. Po, monedat, që ai që kishte shumë lek, u tha shërbëtorëve: na ti 10 lek dhe bë tregti, i dha dhe tjetrit pa u la porosi. Dhe pastaj kërkoi llogari në fund. E njëjta gjë ndodh tani, mbasi neve kemi parë gjithë ngjarjen dhe jetën e Krishtit mbi tokë, vjen momenti tani që Jezusi do të largohet atje ku ai kishte qenë më përpara, në prezencën e Perëndisë. Dhe ai kërkon që t'u lër disa porosi
dishepujve të vetë. Atyre që ai kishte afër, që aktualisht ishin 11 apostuj, sepse Judi Iskarioti, siç e dim shumë mirë, ai nuk ishte më në grupin e dishepujve, sepse ai vrau veten. Ai tradhtoi Krishtin dhe pastaj vari veten. Dhe në këtë moment neve jemi përpara Krishtit edhe 11 apostujve. Dhe fokusi gjithmonë që neve themi është që porosia që Krishti u la dishepujve, kush ishte? Nga ajo që neve lexojmë. Shkoni dhe bëni dishepuj. Shpeshherë kjo është ajo që neve themi gjithmonë. Shkoni dhe të shkojmë dhe të bëjmë dishepuj. Por në fakt, gjithë kjo pjesë që ka 3 vargje, ka 3 faza, për të cilat nëse neve nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur të trejave të këtyre fazave, neve bëjmë gabim. Kush janë këto faza? Faza e parë është faza ku Krishti shikon gjendjen e dishepujve. Dhe shkon dhe flet me ta. Faza e dytë është porosia që ai u lë dishepujve, dhe faza e tretë është premtimi që ai u jep dishepujve. Janë 3 faza të rëndësishme për cilën neve nuk duhet që ti nënvlerësojmë duke marrë vetëm të shkojmë dhe të bëjmë dishepuj. Domethënë Krishti u thot atyre apostujve, shkoni dhe bëni dishepujve. Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo porosia që Krishti u jep atyre. Duke pas parasysh kontekstin e pjesës tani, është momenti ku Jezusi është ringjallur. Te kapitulli 26 dhe 27, neve kemi kontekstin që Jezusi kapet, arrestohet, gjykohet, dënohet, vjet në kryq, vdes, qëndron 3 ditë në varr dhe ringjallet. Dhe çfarë kishte ndodhur? Si ishte gjendja e këtyre apostujve, këtyre dishepujve, për cilën Krishti do jap mandatin? Shpesh neve themi që synimi dhe qëllimi kryesor që Krishti ishte që t'u jepte një porosi dishepujve, edhe ata dishepujt ishin gati që të merrin porosin nga Krishti, se ai do t'ikte. Nuk ishte kjo situata, nuk ishte kjo gjendja. Më përpara, Krishti çfarë u tha dishepujve? Unë do të largohem dhe tek juve do të vi një ngushëllues, një ndihmues thot tek Gjoni. Ai do t'ju ndihmoj. Ata ishin të tronditur. Tek Gjoni 14, çfarë thot Jezusi? Unë do të shkoj që juve t'ju përgatis një banesë, që atje ku jam unë, do t'jeni dhe ju. Mos u shqetësoni, mos u trondisni, u thot Jezusi. Pra gjendja e këtyre dishepujve, përpara se Krishti të kryqëzoj, ishin që ata ishin të tmeruar, që mësuesi që kishte qenë me ta për 3 vjet, personi të cilën ata besonin se ishte mbreti, thot do iki. Po kush do mbretëroj? Sepse koncepti dhe ideja e tyre ishte që do kemi një mbret i cili do të na drejtoj sipas premtimeve të dhëna nga Testamenti i Vjetër. Mbi të gjitha, kjo tronditje kaq e madhe e këtyre dishepujve ishte momenti kur ata e braktisën Krishtin. Kur ata e panë që ky mbreti që do t'i çlironte, u arrestua. Mbi të gjitha, u gjykua nga njerëzit. Mbi të gjitha, u vendos si kriminal në kryq. Shpresat e tyre humbën. Pjetri i cili ishte ai që ishte, domethënë, më i forti, dhe tha unë do vdes me ty, i tha Krishtit, dhe tha ti do më mohosh. 3 herë, ti do më mohosh, i tha. Ti që thua që unë besoj tek ty edhe unë do bëj çdo gjë për ty, ti ai që do më mohosh. Edhe do ta shikosh. Kur të këndoj gjeli apo para se të këndoj gjeli si e ka teksti, se se mbaj më të mirë, dhe kështu ndodhi. Ai që ishte më i forti, ai e mohoi Krishtin, nuk e njoha, s'e di kush është ai. Si ka mundësi? Pse? Sepse ishin të tronditur, ishin të friksuar. Ai vdiq, shpresat e tyre u fikën. Dhe jemi në momentin kur ai është ringjallur. Dhe të vargjet më përpara na thuhet që të 11-tët ishin mbledhur në Galile, në atë vend ku Jezusi u kishte thënë që do të shkonin në Galile sepse aty do të takohemi. Aty unë do vi. Dhe aty ishin ata,
por kuptohet si ishte gjendja atyre. Ata ishin të tronditur. Dhe për çfarë kishin nevojë ata? Kishin nevojë për porosi? Atyre u driteshin këmbët. Pse? Sepse ata e dinin tani, kishin besuar që dhe i besuan fjalës së Krishtit që ai do të ringjallej, po ata e dinin që ai do të ikte dhe nuk do të ishte me ta. Ai që ishte drejtuesi shpirtëror për 3 vjet rresht, ata nuk do ta kishin më. Dhe gjendja e tyre ishte e shqetësuar. Dhe çfarë na thuhet? Na thuhet që hapi i parë që bën Krishti, duke parë kontekstin e gjendjes së dishepujve që ishin të tronditur, ishin të shqetësuar, ishin të mërzitur. Na thuhet tek vargu i 18, pjesa e parë e vargut thot, Jezusi u afrua. Nuk vajti me porosi, po u afrua te dishepujt. U afruat dishepujve. Pse? Sepse ata nuk kishin nevojë në fillim që të merrnin porosi, po ata kishin nevojë për inkurajim. Ata kishin nevojë për zemër nga Krishti. Dhe si do ta merrnin këtë zemër nga Krishti? Nga fjalët që Krishti u thot atyre. Tek vargu 18 ai u thot, dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre. U afrua dhe u foli atyre. Dhe duke u thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Mua, thot Krishti, u thot dishepujve të vet, atyre të cilët ishin të tronditur nga ai realitet që ata prisnin dhe ishin të zhgënjyer, Krishti u thot atyre, ju duhet ta dini që mua Ati im më ka dhënë çdo lloj pushteti. Unë jam i gjithë pushtetshëm. Dhe nga e kuptojmë ne kur mund të themi ose mund ta interpretojmë dhe themi që është i gjithë pushtetshëm, sepse Krishti thot mua më është dhënë çdo pushtet. Ku? Thot në qiell edhe në tokë. Pra çdo lloj autoriteti që është në qiell dhe çdo lloj autoriteti që është në tokë, thot Krishti, unë jam përmbi këta. Po pse u duhej dishepujve që të dinin që Jezusi kishte çdo lloj pushteti? Imagjinoni pak që të kemi një mbretëri. Kush mund të vejë mbas një mbreti që nuk ka asnjë lloj pushteti? Që mund të ketë pak ushtri, që nuk ka asnjë lloj mburoje në mënyrën e organizimit të qytetit që ishte në atë kohë. Askush nuk mund vende me të dhe të kishte një kurajo për të shkuar në luftë me të përpara. Pse? Sepse do ta dinte që vdekja ishte para tyre. Dhe Krishti si mbreti ynë, atë që kemi thënë që në fillim, që Krishti erdhi si mbret, sepse erdhi nga gjenealogjia e Davidit, ishte paracaktuar që nga profetët për Krishtin, për Jezusin, dhe ai u thot dishepujve të vet, juve keni të bëni me një mbret që është i gjithë pushtetshëm. Unë e di që ju jeni të friksuar, ai nuk e thot këtë gjë, po Jezusi e dinte. Unë e di që juve jeni të trembur, unë e di që juve nuk doni që unë të largohem, por juve duhet ta dini që unë jam një mbret i gjithë pushtetshëm. Unë jam një mbret edhe në qiell, edhe në tokë. Dhe kjo do të duhej jashtë mase dishepujve. Dhe çfarë do të thotë ta neglizhosh këtë lloj realiteti që Krishti ishte në momentin e fundit kur do të jepte porosin, ta neglizhojmë edhe ne sot në jetën tonë. Në qoftë se ne fokusohemi vetëm te mandati, shkojmë edhe bëjmë dishepuj edhe luftojmë e bëjmë, dhe në qoftë se harrojmë që kemi të bëjmë me një mbret i cili përballa çdo lloj sfide që neve mund të kemi në jetën tonë, në qoftë se harrojmë këtë gjë, kush do të jetë produkti? Do të kemi zhgënjim, do të kemi lodhje, do të kemi frikë ndaj vështirësive dhe sfidave, sepse harrojmë se kush është mbreti ynë. Harrojmë që neve jemi në fushë betejë me një mbret të gjithë pushtetshëm. Ai thot, vetë Krishti thot, pikërisht që unë kam çdo lloj pushteti në qiell edhe në tokë. Pastaj, faza e dytë ose pjesa e dytë është ajo që Krishti u thot dishepujve
se çfarë duhet të bëjnë në momentin kur ai nuk do të jetë aty. Atë që neve shpeshherë themi është porosia, që Krishti u flet, detyrat që ata duhet të bëjnë, çfarë duhet të bëjnë ata kur Krishti do të jetë lart dhe ata do të jenë në tokë. Apostujt apo dhe ata të tjerët që do të vinë. Edhe këtu shpeshherë neve qëndrojmë vetëm tek bëni dishepuj, shkoni bëni dishepuj. Fjala urdhërore që Krishti përdor këtu është dishepullizimi në mënyrë urdhërore. Ai thot, shkoni, bëni dishepull. Të bësh dishepull do të dishepullizosh, është termini greqisht që përdoret. Por përpara se të vemi tek vargu i 19, po ta vini re te pjesa e parë e vargut, dhe që ka shumë rëndësi me fazën e parë, me gjendjen që shikon Krishti dhe inkurajimi që kërkon t'u jap dishepuj vetë. Dhe thot, pasi u thot që unë kam pushtet, mua më është dhënë i gjithë pushteti në qiell dhe në tokë, thot, shkoni pra. Kjo termi pa shkoni pra është për këtë arsye në greqisht. Për këtë arsye bëni dishepuj. Po cila është arsyeja? Pra ai në fillim te vargu i 18 thot, mua më është dhënë çdo pushtet mbi qiell dhe mbi tokë, për këtë arsye që unë kam çdo lloj pushteti, juve shkoni dhe bëni dishepuj. Kështu lexohet. Pra, duke u mbështetur në fazën e parë, se kush është Krishti, juve do të vazhdoni, thot Krishti. Nuk janë të ndara me njëra tjetrën. Nuk janë ndara që Krishti po u jep ca informacione se kush ishte ai, dhe pastaj juve bëni këtë gjë. Jo, duke u mbështetur në atë që unë jam, thot Krishti, juve do të shkoni që të bëni dishepull. Kjo është detyra që juve do të bëni. Ka shumë rëndësi lidhja e vargut 18 me vargu 19. Arsyeja që neve do të vazhdojmë më pas, porosit që neve do të marrim më pas, janë në funksion të autoritetit që ka Krishti. Që ai është Zoti dhe ai është përmbi çdo gjë. Neve kemi të bëjmë me një Zot që është fitimtar. Nuk na mund dot kush. Edhe pse mund të kemi sfida, edhe pse mund të gjunjëzohemi, edhe pse mund të gabojmë. Nuk duhet të harrojmë atë që Krishti kërkon të inkurajoj dishepujt e vet në një situatë vështirë që ata ishin. Ai vazhdon dhe thot, për këtë arsye, duke menduar që unë jam i gjithë pushtetshëm, fjala në urdhore është bëni dishepull, dishepullizoni. Flisni për shpëtimin, flisni për këtë mbret që është i gjithë pushtetshëm. Është porosia që Krishti jep tek vargu i 19. Do falni. Pra, shkoni dhe dishepullizoni. Kë të dishepullizojnë. Kush është porosia që jep? Shkoni dhe dishepullizoni, jo vetëm fëmijët, jo vetëm para adoleshentët, jo vetëm adoleshentët, jo vetëm gratë, por të gjithot, ethnos, përdoret termi për kombe, që kemi aty. Shkoni, predikoni, dishepullizoni, shpallni Krishtin, pa përjashtim të gjithëve. Pa qenë selektiv. Normale, që Perëndia disave u jep disa dhuntit veçanta. Por neve nuk duhet të harrojmë porosin që Krishti u la dishepujve. Shkoni dhe predikoni kombeve. Shkoni dhe predikoni çdo lloj race njerëzore. Ashtu siç jep edhe, më falni, tek Veprat e Apostujve që e shkruan Luka, thot ju do të jeni dëshmitarët e mi, juve do të dëshmoni për mua. Edhe ku? Duke filluar nga vendi juaj e duke u shpërndar në çdo vend tjetër të botës. Shkoni edhe bëni dishepuj, gjithë kombet. Shkoni dhe dishepullizoni, duke i pagëzuar në emër të Atit, thot vargu 19, pra shkoni pra mësoni të gjitha kombet. Nuk është fjala mësoni, nuk e di çfarë përkthimi ke marrë vlla Juli, por nuk është përkthimi i Diodatit, i asaj që unë lexoj, por nuk ka problem. Termi që përdoret aty, po e lexoj unë, vargu 19, shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit edhe të Frymës Shenjtë. Nuk e vurare, më falni. Duke i pagëzuar, pra pagëzimi
nuk është një opsion. Pagëzimi është një shenjë dëshmie për kishën dhe për të tjerët, që unë i përkas Krishtit, unë besoj në Krishtin. Dhe në shekullin e parë, pagëzimi nuk është si tani, që neve mund pagëzojmë ku të duam, në çfarë do lloj vendi të duam, në çfarë do lloj kohe të duam ne. Atëherë ishte paguaj me jetë, çështja e të qenurit i krishterë. Edhe sot Krishti pikërisht thot këtë gjë. Pagëzimi është një dëshmi. Pagëzimi është një porosi që u lë atyre personave të cilët pasi janë dishepullizuar, pasi kanë dëgjuar për Krishtin, pasi kanë hulumtuar se kush është Krishti, pasi e kanë pranuar Krishtin si Zot edhe si shpëtimtar, ata këtë gjë dëshmojnë. Dhe ata nuk kanë turp për Krishtin, por ata e dëshmojnë atë. E dëshmojnë për kishën që të inkurajohet nga njëra anë, por e dëshmojnë edhe për të tjerët, për të afërm që mund të jenë aty, që unë i përkas Krishtit, unë i përkas këtij mbreti që është i gjithëpushtetshëm, ai që ka krijuar gjithësinë. Dhe pastaj porosia tjetër që Krishti jep, që shpesh edhe këtë ne e lëm pas dore ose nuk e kuptojmë mirë, është tek fillimi i vargut 20, ku thuhet, duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Pra, procesi të qenurit dishepull, procesi të qenurit nxënës i Krishtit, nuk mbaron me pagëzimin. U pagëzova tani, jam në rregull, vi në kish, të enjte, të diel, të enjten kur kam kohë, të diel kur kam kohë, e kështu me radhë. Krishti thot një nga porosit që ai u lë apostujve është të mësojnë këta dishepujt e rinj të gjitha mësimet e Krishtit, të gjitha doktrinat e Krishtit. Edhe nuk është opsion. Nëse dikush e mendon se është opsion, e ka gabim. Sepse nuk është duke njohur dhe duke kërkuar vullnetin e Perëndis. Dhe atë neve e njohim përmes shkrimit. Nuk e njohim me ëndra, e nuk e njohim me video, e ku e diun se çfarë. E njohim duke lexuar fjalën e Perëndis. E duke menduar që është fillimi i muajit të pestë. Sa jeni duke lexuar nga shkrimi? A jeni duke u shqyer me fjalën e Perëndis? Nëse jo, pse? Ka ndonjë arsye? Dikush mund të thotë që jam shumë i zënë, e unë po ju them, unë mund të jam shumë herë më i zënë se sa ju. Por Krishti një nga gjërat që thotë është dishepulli im, është ai që do të mësoj nga fjalët e mia. Nëse ai kërkon të bëj një jetë si e mendon ai, unë nuk mund t'i vë dot në emrin ça personi është ai. Sepse ai lart do ta gjykoj, nuk e gjykoj dot unë. Unë mund t'i them që vëllezër e motra ne duhet të mësojmë nga fjala e Perëndis. Neve duhet të lexojmë nga fjala e Perëndis, që të transformohemi. Dhe porosia e Krishtit nuk është vetëm shkoni dhe bëni dishepull. Është një proces, cila është si puna e zinxhirit që ka hallka. E nëse një nga këto hallka nuk shkon mirë, zinxhiri është i dobët dhe mund të kputet. E pra në këtë fazë të dytë, që Jezusi është duke lënë disa detyra dishepujve, apostujve të vet, për dishepull, është pikërisht fakti që duhet të bëjmë dishepull. Duhet që të mësojmë këta dishepull që ta shpallin besimin e tyre përmes pagëzimit. Duhet të mësojmë këta dishepull të cilët duan të besojnë te ky mbret që është i gjithëpushtetshëm. Të lexojnë nga fjala e Perëndis, të ushqehen nga fjala e Perëndis, të marrin nga fjala e Krishtit, sepse është porosia e tij. Dhe faza e fundit, dhe që është dhe më e rëndësishmja, dhe jo më pak e rëndësishme nga të tjerat, është premtimi që Krishti, mbreti i gjithëpushtetshëm, u jep nxënësve të vet, atyre që do të jetonin në tokë. Dhe thot, dhe ja, pjesa vargu 20, pjesa e dytë, dhe ja thot, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Unë jam me ju çdo ditë, thot Krishti. Dhe unë do të jem me këdo
dishepull deri në fund të botës. Deri kur të jetoj ai i fundit fare, unë do të jem aty, unë do të jem me ju, thot Krishti. Beteja dhe luftat që juve do të keni, do të thotë që nuk jeni vetëm. Neve mund të zhgënjehemi, mund të zhgënjehemi nga pleqt e kishës, apo nga pastorët kush frekuenton një kishë me pastor, mund të zhgënjehemi, se jemi njerëz. Por një nga gjërat që mua më ngushëllon, është fakti që Krishti është në çdo ditë, thot. Nuk thot një në kaq. Ai është çdo ditë me ne. Ai do të jetë deri në momentin kur të rëmbej kishën e vet. Derisa të mbaroj gjithë plani i Perëndis. Derisa të vijë ajo që quhet korrja, marrja e kishës. Ai do të jetë me ne. Pra, kur flasim për porosinë që Krishti i jep në fund, kur flasim për mandatin që neve shpeshherë e themi, nuk duhet të harrojmë këto 3 gjëra, vëllezër e motra. Dhe ajo që neve mund të mendojmë është në cilën fazë neve jemi. Do më thënë, jemi në fazën e parë ku mund të jemi të shkurajuar, mund të jemi të dekurajuar, nga çfarë do lloji situate. Nuk duhet të harrojmë që Krishti është mbreti ynë. Ai është përmbi çdo lloj gjëje tjetër mbi tokë edhe në qiell. Ai është siguria jonë, ai është mburoja jonë, ai është kujdestari ynë. Apo jemi në fazën e dytë, duke predikuar ungjillin, duke bërë dishepuj. A jemi në këtë fazë? Do të kemi edhe pak kujdes që dishepuj të kujt po bëjmë. Se ndonjëherë rrezikojmë edhe bëjmë edhe dishepuj të vetes tonë. Më thënë, jam duke fol ndaj ungjillit merr malin, apo merr vinin, edhe ata i afroj afër vetes, si shërbëtor të mi. Ky është një rrezik i madh. Jo për kishën, se kishën e ruan Zoti, po është një rrezik i madh për mua që veproj kështu në lidhje me atë. Pse? Sepse nuk jam duke ecur sipas porosisë. Jemi duke folur të bëjmë dishepull për atë. Pse? Sepse ai dishepull që do të jetë për Krishtin, do të vazhdojë zinxhirin e porosisë. Neve atë porosi që kemi marrë nga Krishti dhe që duhet të luftojmë që ta aplikojmë në jetën tonë. Këtë porosi do t'u japim edhe të rinjve. Edhe atyre të rinjve që në Krishtin ata duhet të mbështeten, sepse ai është mbreti. Në Krishtin ata duhet të ecin dhe të bëjnë dishepull, duke i mësuar fjalën e Perëndis. Dhe duhet që të mbështetemi pikërisht te Krishti, sepse ai do të jetë çdo ditë jetës tonë. Si përfundim, ajo që doja të thoshja, duke përfunduar gjithë, po themi, ungjillin e Mateut, gjithë ato mësime që neve kemi parë së bashku, po themi, në fund të këtij rrugtimi, në momentin kur Krishti do të largohet, pavarësisht faktit që neve mund të gjendemi në situata të ndryshme. Ajo që Krishti donte të thoshte dishepujve të tij në atë kontekst, por edhe neve sot, është që neve nuk duhet të harrojmë asnjëherë që Krishti është i gjithëpushtetshëm. Asnjëherë neve nuk duhet të lëmë pas dore ato detyra, ato porosi që ai neve na la, duke e shpallur fjalën e tij. Dhe kjo nuk është përgjegjësia vetëm e drejtuesve të kishës, atyre që merren me fëmijë, apo atyre grupeve që kemi ne të shërbesave, nuk është ajo përgjegjësia vetëm e atyre. Është një thirrje që Krishti bën për të gjithë pa përjashtim. Detyrë dhe porosi që Krishti më lë mua dhe na lë të gjithëve ne. Duhet të ecim, nuk duhet të harrojmë këtë gjë. Dhe e treta, nuk duhet të harrojmë që ai është me ne çdo ditë. Deri sa të kemi ne frymë në jetën tonë, Krishti do të jetë kujdestari ynë. Ai që neve do të na ruaj dhe ai që neve do të na ngre sa herë që neve mund të rrëzohemi. Zoti na bekoft.